Ky është byreku më i mirë që kam bërë ndonjëherë në jetën time. Dhe për gjithë ju që më thonë që byrekun nuk di këta bëge fare, shikojeni pak se sa i mirë ka dalë ky byreku me mish që kam përgatitur. Është i shkrifët, është krokant, është i butë në mes, i ka të gjitha të mirat. Ju ftoj ta shikoni videon deri në fund për të parë recetën e plot. Por përpara se të vazhdoj me recetën, shumë për ju që i shikoni videot e mia, i bëni like, i komentoni, por nuk më keni akoma follow, pse nuk e shtypni butonin follow, ju lutem. Për të përgatitur brumin e byrekut na duhet thjesht 500 gram miell, 250 ml ujë dhe një lugë çaj krip. Më pas brumin do ta ndajmë në kulecë të vegjël të barabartë dhe do t'i hapim në këtë mënyrë dhe do t'i lyejmë me vaj. Pasi ti kemi rreshtuar një nga një dhe lyer me vaj, do t'i lëmë që të pushojnë për 20 minuta. Ndërkohë që ne presim që brumi të pushojë, përgatisim dhe harxhën, pra mbushjen. Unë këtë herë kam zgjedhur ta bëj byreku me qep dhe me mish, se më kishte marrë malli shumë. Kam përdorur 2 qep edhe 500 gram mish të grirë. Këto do t'i skuqim për 10-15 minuta dhe gjellën e kemi gati. Tani 20 minuta kanë kaluar, brumi ka pushuar mjaftueshëm dhe është gati për t'u hapur. Brumi është shumë kollaj ta hapni vetëm me vaj. Pasi ta keni hapur petën e hollë, e mbushni me mish dhe e palosni në këtë mënyrë. Kështu do i përsërisim të gjithë petët e tjera. Dhe tani që e mendoj, kur kujtoj byrekun tim të parë, nuk ngjason fare me këtë. Mbaj mend që byrekut që kam pas bërë më përpara ishin shumë trashë dhe ndoshta nga që nuk e lija mirë brumin të pushonte. Dhe ndonjëherë byreku bëj llaç ose nuk piqej dhe ngilte brum brenda. Por duke mësuar dhe duke bërë sa më shpesh byrek, ja arrita të bëj këtë byrekun e mirë tani. Dhe për gjithë ju që pyesni po enët kush i lan, gjitha vet, kuzhinë, gjitha. Byrekun e pjekim në 250 gradë për 25 minuta dhe pas 25 minutash byreku është gati. Shumë faleminderit që e ndoqit këtë video. Mos harroni të bëni like, shkruani në komente çfarë të gatuaj në videon e radhës dhe bëni follow. Shihemi në videon tjetër. Ciao.